Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 14. Imam Hyseni po pinte, der të lote pshërëtinte, sa më tepër mejtohi, zemra aqi lëndohi. Tha, e shkreta e thënë, ti njeriu s'ja ke dhënë këtë që më bën sot mua. Oh, njerëzia mu shua, një nga një i nisa vetë, i dërgova në atë jetë. Dhallë, kaq kush ka hequr nga ata që kanë vdekur? Njeri s'ka hequr sa unë, më s'është bërë kjo punë. Zoti madh, pse më harove, vallë teje më mërgove? Kshu me zemrë të qetë i tha Zotit të vërtet. Po angjëlli urtësisë erdh nga anë e Perëndis, i prundë zemrë durime, ja bëri nga çishte më trime. Pa jetëzën e vërtet, e remja ju duke shkret, dheu edhe punët e tia, edhe tërë gjithësia, i erdh fort të pështira, se ju të faq ajo me mira, se porojtja gjumë quvet, e vdekja zgjuarje thuhet. Atje kishte Perëndin, kishte Muhammed Alin, kish Hasan e Fatimen, se po gjithë atje ven, ku ngjau jetë e Perëndis, më jetë të njerëzis. Ajo jetë është e vërtet, është e reme kjo e shkret. Parajsa kopshtin drejtuar për të mirët të shështruar, sta pret mendja si të thuash, më në një emër s'mund t'a quash, kur të shoqë një vend të gjërë, një mirësi të paprerë, një fatbardhësi për jetë, atje dhe Zoti i vërtet, edhe gjithë ata që vanë, të dashurit që na lanë, edhe ata që do të lemë në mos qofshin në të remë. Lumë të mirët ku venë, sa që përblim nga Zoti gjenë, ma në teatrë skëtera, mbushura gjëmba e fera, një ripë, një shkretë të tirë, një natë që s'ka të gdhirë, mjerë të lishta të ditë, djallë gjenë e ligësit, një të madhe e rësirë, për ata po s'ka më shirë, mundonjësit i përpshin edhe në zjartë i përbin, një e drejt e një e vërtet në nderon në atë jetë, për këto të paka ditë, pse të bëjmë ligësit? Zot në atje kur ta gjejmë, nuk mundim ta gënjejmë. Njeriu kur të gjykohet, atje shumë turpërohet. Ne na gjykon vetëdia më parë nga Perëndia. Dëshmimtarët që ranë dhe nderuan Qerbelan, gjithë u kthyen te Zoti, su munduan në së koti. Ata të mirët të tjerë vinin gjithë në skëter. Tani pa shi kush fitonte, edhe cili dëshironte. Imam Hyseni i shihte me sy punët e i njihte, në zemrët atia ishte vetë Perëndia, nga djemte Aliut 5 të bukur po si shpes, Beqiri Avni Ymeri, Abdullahu Zemërgjeri dhe Osmani Tokivan, Imam Hysenit i thanë, fal na lej dhe urat, se të kemi më me atë, unis në për atë jetë, për të Zoti i vërtet, do të derdhemi të pesë mbi atë kom të pabes, që s'pat frikë Perëndie, edhe tur për njerëzie, as po si do që të jetë mbarohet kjo jetë e shkret, neve pas këtaj ç'të presëm, sonte këtu do të vdesim, të vëllezrit kështu thanë, dhe në kraharuar Iran. Imami u mallëngjye, edhe zemra ju të shqye. Ku të dërgonj unë i mjeri, tha Zot i madh Zemërgjeri, gjithë shokët që vanë su kthyen, po u vranë. Kështu tha dhe i puthi në balë, undanë që më të gjallë. Më nuk ishin për të përpjekur, se vinin për të vdekur, me shumë 1000 herë nga që mban njeriu i mjerë. O ti që bëre njerin, që mundove ditëzin, pasi dhe gjë besa besë, veç një durime një shpres, nuk e marrë vesh si kove, e të gjorit e ngarkove, t'ja ep një drurit e thante, gur e drasën e qante, heq njeriu e ka shpres, që kur lind e gjerë të vdes, të pes ata si dragojnët, ecënin dhe erë mbithojnët, këmbe krye ishin hekur, po vinin për të vdekur. Shokë në jetë ata s'kishin, nuk e di të kujt bi ishin.
Kur vrajntet e nxihet moti dhe e pshin e shumë zoti, pa gëzon bujkun e mjerë, që e pret pa durim të bjerë, nis gjëmimeve të tim, e keqe kërcëllim, dita me natën bashkohet, pa por rufeja lëshohet, edhe për pshin lisnë e gjatë, e çvesh a e bën govat, me fuqi të shumë i bie, më se lë të bënjë hije, të çlodhet udhëtari, a bariu a pëndari, se pshihet i paudhi, qetohet si kukulli, ndaj si lë dege gujatë, e shtije mbi dhe të thatë. Ashtu edhe ata trima u dhanë si vetë tima, po si rufeja uran të tërë ushtërin e vran. Se në atë ushtëri të shkret, kishë qëndruar djalli vetë. Në atë të keqe hije, rinje ti djallo ma vije. Pa ata të pesë hynë, terenën në gjake mbyn, armikët të gjithi kthyen, në mira copit shyen, vranë syresh aqë shumë sa rodhi gjaku si lumë, u lumëtë, se që përposhtë, qkordë armiku t'i hoshtë, u bë qerbela e shkret tej për tej po si kënet, po djalli ishte i gjallë, e kush mund t'a vrasë djallë? Mijët që ishin 30 mbenë vetëm 7-8, gjithë në skëterët vanë, në mundim e në zjaran, djemët të pesu përzien, vranë sa mund në e pren, pa në qie i fluturuan, të Zoti vërtet shkuan. Angjël i vdekjes së shkret, që vjen po si qen i qetë, dhe është i ftohtë si dëbor, po vi rreth me qef në dorë, tek rotulloj si qeti, Abaz Alin e gjeti. E dërgoj Zoti vërtet, pa ju s'mund të vinte vetë. Abaz Aliu i ndjerë u lëshua me njëherë dhe e qafoj Imam Husen. Vëllezërët të dashur qenë, të dy ishin malëngjyër, zemrën e kishin të thyë, të mëdha më nzyra gjanë, pa me nga shërime qanë, njëri teatrin e qafuan, të dy më fort u pushtuan. Oh, sa ishin e helmuar, njeri ka që s'ka pësuar, sa ka qenë do të jetë, këjo jetë e zez e shkret, ka që shumë të këqia s'ka dhën e se përëndia, pandaj dhe ka që keq nderë se ka dhënë më të tjerë. Sa nderë në njerëzi kanë këta zotërin të tanë. Zoti me shumë i dhërime u adha këto fitime. Abaz Aliu shpejt hipi si Ali e Bu Talipi, edhe po pinte kaluar si dragoj i e gërsuar. Gratë gjithë me lot qanë, dhe ndalën e selan, dhe foshnja të bashkë qanin, nga shërimën do të sembanin. Oh, të zezat të gratë shpanë, të gjithë atë dit i qanë. Qelë më kishë zemër e tyre që i duroj kaq mënzyre. Po mënzyrat i dehnin, pa ëndëra i pandehnin. Fare ishin helmuar dhe djegur e përvëluar. Abazin atë rëmuj, pa që ishin tharë pa ujë, me vrapë rëmben një pafile, derdhet me shumë mësile, pa u fut në ushtëres, në armikët e pabes. Zotërinji tha, pa dëgjoni, me ne burra të luftoni, po me fëmijën të shkini. Të pin ujë pse silini, nuk ishin musliman prindrit e të parë tanë, po gratë kur singisnin, me goje fare suflisin. Në mos kini besën tuaj, në e njihni për të huaj, bëni si prindit që patë, dorën këshu pse e zjatë. Kjo fëmijë që mundoni është e ati që besoni, çdo gjë për faqe kini, se ju njerëz nuk i jini. Muhamet në ta besonit fëmijën s'ja mundonit, juve i fali Syfjanit dhe Jezitit e Mervanit, jini njerëz të pabes, gjithë djajt e Mavijes. Kështu tha atyre trimi me zë të madh si gjëmimi, ata sapëm u i thanë, dhe me shigjeta i ranë. A ju më nuk u metua, po drejt lumit u lëshua, armikët gjithi e pshollë, se s'kish ku të hidhin mollë. Pa kur erdhu zëmërua e u bë po si dragua, kor dhe larë kur e qiti po si moti vetë titi, njëherë a ju zot shtinte, 20 në vend i linte, nja 200-300 i shtriti në anët të lumit arriti. Lumi i kënte me valë, duke thënë shumë fjalë,
ish I kulluar shumë, gjvi I bukur I shkreti lumë. Zajet dukeshin branda, syrit ja kishte shumanda, a y vite ma me tia, zdiqish se që bëjnë njerëzia. Abas Aliu në lumë, hyn me atë etje të shumë, deshti hip kalit të shkret, uj të pinte dhe vetë, miqt e ti në përmën Tiran, edhe lotët qurki van, pa filën bushi dhe iku, udhën ja pret armiku. Shigjetat që I hodhë si breshi si për I rodhë, po si qenë të gjithë lihnin njëri teatrit I ndihnin, e këtë vriste më parë, ishin shumë ushtëtarë, vrau e preu sa mundi, po u plagos më së fundi. Pastaj të lodhur e gjenë, së prapi krahët ja prenë, pa filën e merë në dhëmë, dhe kalën e nget me kam, e bëri posi mi pari, I ungji Gjafer Tajari. Një shigjete mallkuar, pa filën duke të shpuar, uj I rodhi pikës mbeti, mire që s'shtrovë dhe deti. Ah, o shtrigo, moj e thënë, pa nuk ishe për të qenë. Abaz Aliu pa shpres, mbet në armikët pa bes, uj si lote si gjaku, rodhi pa filën e flaku. Mbi atë dhe shpirtet tia, vate drejt të Perëndia, po si djeli I vate, kur po perëndon dhe I nate, retën nga deti po ngrihen, lumen të prap atje shtrihen. Ta nithi me mënd e gjeni, si gjënde Imam Huseni, për ata sa keqi vinte, veç zëmër e ti e dinte, dhe një zëmra mund ta di, që nga a y zjarë shkëndi, pa me gojë nuk thuhet, e në kartë s'mund të shkruhet. Tek po qani në fëmija, gravet u bi vilania, një foshnjë ishte duke vdeku, ri I pjerëth e I mekur, e kishte e ema mësis, angjëllin e Perëndis. Imami që e kishte djalë duke marrë e duke dalë, atëth e mbajti nërduar, e vuri mbi krahëruar, në armiku afërua, pa u tha. Mirë me mua, po me këtë foshnjë të shkini, pa ujë përse lini, ky për ujë kur të vdesë, Zoti juve u falëndjesë, dhe këtë dhe nda atë jetë na gjykon Zoti vërtetë. Tek u thoshte këto fjalë, po hiqte I gjori djalë, një armik edhe një shigjet kundrejt Zotit të vërtetë. E të shpoj në gryk Abdullam dhe imamit I shpoj kran, imami I hosh shigjetën, djalët I e mbaroi jetën, të mirët gjithu vran, Imam Husen e lan, me të dy djemthit e tia që a fali Perëndia. Më të madh kishte Alin, pastaj Zejnel Abidin, njëri ish vjetë 70 dhe 8, teatri ishte 12. Imami përdëllen gratë, me fjalë të ëmbël e të gjatë, Zoti që ep mallën gjimnë, na dërgon edhe durimnë. Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 14. Kur këndon bil bili fu
dhe të fren zemrën e zjartë, zoqja më ligjarojnë në përlisave shur me fleta, o sagasja mua më bëjnë për natyrën e vërteta, por nga gjitha këto më para, dua më shumë Shqipërinë, që t'i vejë puna mbarë, edhe për jetë ta ketë lirinë. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.